Normalisht banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri kanë pasur mundësinë që të ballafaqohen me njëri tjetrin. Selina u shpreh se nuk e kishte projektuar kurrë veten e saj fituese, ndërsa pjesë e planit të saj për këtë reality show ishte vetëm një rrugtim sa më i gjatë. Nga ana tjetër, 3 finalistët e tjerë, Rogerti, Miri dhe Selin, kanë shprehur mendimin e tyre për fituesen e këtij edicioni. E para kanë pasur shumë probleme me gjumin, nuk ndihesha mirë. 24 orë të para nuk kam prekur telefon me dorë. Mami u bën të fala. Nuk është se patëm mundësi të flisnim shumë. Isha e ngarkuar me emocione. Mami ishte e qetë dhe e gëzuar. Nuk më bëri asgjë përshtypje kur mora telefonin. Kam lexuar çdo gjë. Isha kurioze të dëgjoja dhe lexoja mendimin e çdo personi. Nuk e kam menduar asnjëherë. Dëshira ka qenë që rrugtimi të ishte sa më i gjatë. Nuk e kisha projektuar kurrë veten si fituese. Jam shumë i lumtur dhe po mundohem që ato emocione t'i mbaj dhe për ditët në vijim. Kam marrë një mbështetje shumë të madhe. Ka pasur një mesazh që e prisja shumë gjatë. Ishte mesazhi një personi me të cilin nuk kam ndarë jetën time artistike. Mesazhin e tij e kam lexuar të parin. Në një moment u ktheva për t'i dhënë dorën Mirit, por nuk ishte në skenë, deklaroi Selin. Nga ana tjetër, Miri tha: "Unë ja lash skenën fituese. Shkova te vajzat e bashkëshortja, duhet t'i tregoja dashurinë time, duhet t'i jep ndjesin që ne kemi fituar gjithçka përveç çmimit. Përderisa publiku ka vendosur të japë fitoren Selin, ishte merituar." Mateo deklaroi: "Unë nuk mund të dal kundër votave të publikut. Ndoshta nuk fitova 100.000 euro, por fitova dashurinë e publikut. Unë e kam marrë fitoren time." Rogerti tha: "Fituesja nuk e meritonte. Me që ky ka qenë një nga edicionet më ofenduese, duke qenë unë diplomati më i madh, Miri duhet ta fitonte, sepse ka ofenduar më pak, ka sakrifikuar më shumë. Një person që më ka mallkuar djalin, ai nuk duhet të ishte fitues për Miri", e mbyllë Rogerti. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.